qoftë se shikoni në fund të korridorit, keni disa skutera, edhe është paradoksale që policia që na konfiskon neve motomjetet vinë skuter në punë. Ka bler motorin e kemi bler me kredi. Si mund bllokohet motori që marrin djalit alin nga puna. Nëse do vi fëmia mu. Sa ka kushtuar? Motori ka shkuar 950 lekë, ishte më ofertë 1.250.000 lekë me kredi. Dhe akoma nuk e kam larë kredin. Në dhjetor marron kredia që më marroj domethënë procesin e kredisë bankës Çunit. Çuni tash mu po më hikën në autobus e po më vjen më në kam në shtëpi i lodhur rreth kapit gjithë ditën 10 orë më punë kam. Pas takimit me shefin e komisariatit rrugor, dëgjuam që do të mbahen mjetet për 30 ditë të bllokuara për shkak se gjatë kësaj periudhe do rregullohet me ligj se si do të qarkullojnë mjetet elektrike në qarkullimin rrugor. Ndërkohë që ne mund të themi paligjshmëria do vazhdojë për 30 ditë derisa të kemi një ligj për të rregulluar paligjshmërinë e tyre. Unë jam i përfaqësues biznesi i shitjes mjeteve elektrike në Shqipëri, që rastësisht duke drejtuar me familjen të dielën mora vesh falimentin tim. Ishte shumë e çuditshme se çdo sipërmarrës e ka konceptin e falimentit, por të gjithë mendojnë se vjen dal nga dal, vjen nga një arsye, vjen nga një gabim biznes, jo thjesht se po bën punën e dur, jo thjesht se po shërben. Ndërkohë që qytetarët edhe u them që të provojnë me dokument kur të vinë për të marrë mjetin, me dokument pronësie, se ndryshe nuk do ta marrin dot mjetin e tyre pas patën një dokument pronësie. Punën dhe shtëpinë kam në një distancë rreth 4 kilometra larg, në një zonë që është malore. Dhe monopatina më shërbente shumë për të kthyer dhe për të vajtur në punë. Jo përveç punës, po dhe për të bërë diçka të përditshme. Nuk mund të konfiskohet sot motomjeti im me bazë ligjore të vitit 2000, kur skuterat as nuk kishin ekzistuar. Pra në këtë pikë e gjitha kjo është një moment shumë jo logjik, nuk ka një bazë ligjore dhe për këtë qytetarët duhet ndërgjegjësohen.